Në Shqipëri, ku pjesa më e madhe e automjeteve janë të përdorura dhe qarkullojnë në rrugë me pluhur, trafik të rënduar dhe ndotje të lartë, filtri i kabinës, filtri i kondicionerit të makinës, mbetet një nga pjesët më të neglizhuara. Shumë shofer kujdesen për vajin dhe gomat, por harrojnë ajrin që thithin çdo ditë brenda automjetit. Realiteti shqiptar, ajër i ndotur në kabinë. Qytete si Tirana, Durrësi apo Fieri përballen me trafik të rënduar, pluhur nga ndërtimet, ndotje nga automjetet e vjetra me naftë, polen dhe lagështi sezonale. Në këto kushte një filtr i bllokuar nuk pastron më ajrin përkundrazi, bëhet burim bakteresh dhe aromash të pakëndshme. Të mirat e ndërimit të rregull. Ajër më i pastër në kabinë, filtri ka pluhurin, polenin dhe grimcat e ndotjes. Mbrojtje për alergjikët, redukton simptomat respiratore. Eliminon aromat e pakëndshme sidomos në verë kur sistemi i AAS punon intensivisht. Mbron sistemin e ventilimit, parandalon bllokimin e ventilatorit dhe kanaleve të ajrit. Komfort më i madh gjatë udhëtimit, ftohje dhe ngrohje më efikase. Problemet kryesore në Shqipëri. Ndërohet shumë rrallë, shumë drejtuese ndërojnë vetëm kur ndjen erë të keqe. Përdoren filtra shumë të lirë, produkte pa standard që bllokohen shpejt. Servise që nuk e sugjerojnë ndërimin fokusohen vetëm te vaji dhe filtrat e motorit. Munges informacioni, shumë shofer nuk e din që makina e tyre ka filtr kabine. Në fakt, në kushtet shqiptare rekomandohet ndërimi çdo 10.000-15.000 kilometra ose një herë në vit. Llojet e filtrave të kabinës. Filtr standard, pluhuri i mbron nga grimcat e mëdha. Filtr me karbon aktiv neutralizon aromat dhe gazrat e dëmshëm, i rekomanduar për qytetet shqiptare. Filtr antibakterial o HEPA, nivel më i lartë filtrimi për persona me alergji. Për cilësi dhe jetëgjatësi sugjerohen marka të njohura ndërkombëtare. Man Filter, Bosch, Mahle. Sugjerime praktike për shoferët. Kontrolloni filtrin para sezonit të verës. Nëse ndjeni erë lagështia ose pluhuri, mos e neglizoni. Kërkoni gjithmonë markë të certifikuar, jo produkt pa origjinë. Ruani faturën dhe kërkoni montim korrekt. Nëse makina përdoret kryesisht në qytet, ndërrojeni më shpesh. Filtri i kondicionerit të makinës nuk është luks, por domosdoshmëri. Në realitetin shqiptar, ku ndotja dhe pluhuri janë pjesë e përditshmërisë, ai ndikon drejt për drejt në shëndetin dhe komoditetin ton. Një investim i vogël, një ndryshim i thjeshtë, por një diferencë e madhe në ajrin që thithim çdo ditë në timon. Faleminderit që na ndoqët.